Zemra si një ndër organet më të rëndësishme në trupin e njeriut vë në funksion të gjitha qelizat e njeriut, me furnizimin që bën ajo me gjak, por me zhvillimin e teknologjisë dhe me edukimin dhe trajnimin e mjekëve. Dita ditës ka rënë shkalla vdekshmërisë së njerëzve nga sëmundjet e zemrës, kështu ka bërë të ditur kardiologu Luan Pazhari. Sot, kur jemi në vitin 2025, marrë krahasim me vitet e mëhershme, sidomos para 20-30 viteve, shkenca ka ecë mësuaja në hapa markant dhe shkolla e vdekshmërisë e cila vitin 2000 ka qenë rreth 63-64%, sot ka rënë në vendet e zhvilluara në 34, dallon të ato që kanë standard mesëm dhe të ulët, ku mund të shkojë deri në 4-5% më ulë se sa vendet që kanë standard më të lartë. Kjo do të thotë ka ardhur fal teknologjisë, ka ardhur dhe fal edukimit dhe trajnimit më të shpejtë të mjekëve, në këtë rast kardiologëve. Duke ditur edhe rëndësinë e organit të zemrës, kardiologu Pazhari listoi edhe një varg këshillash në mënyrë që të mbrohet sa më shumë ky organ. Si një formë e këshillimit për pacientët është që ata duhet të kenë parasysh disa gjëra gjatë jetës së tyre përditshme. Duhet të shmangen përdorimit të kripes, duhet të shmangen përdorimit të gjërave të cilat kanë përmbajtje yndyrore. Duhen të rrisin aktivitetin e tyre fizik, do të thotë ecja deri në 1 orë gjatë ditës në vende ku ka ambient më të pastër me ajër, është shumë e mirëseardhur posaçërisht për zemrën. Duhet të shmangen situatave stresogjene, të cilat fatkeqësisht sot është jo dhe lehtë për secilin njeri që të shmanget nga situatat, por në rrethana të jashtëzakonshme kur një njeri është i diagnostikuar me një problem natyrës kardiake, është mirë që gjithmonë kur përballet me ato situata të jetë një vëmendshëm që nuk i bën vetes mirë në ato rrethana. Kardiologu Pazhari tregoi edhe disa nga sëmundjet më të zakonshme që rrjedhin nga zemra, duke vënë theksin që shumë prej tyre tashmë mund të trajtohen edhe në Kosovë, fal zhvillimit të teknologjisë kardiake. Më rënda për cilën edhe popullata shpesh përmendet, jo domethënë sëmundja që quhet infarkti i miokardit. Ajo është kur kemi mbyllje të ndonjërs prej enëve të gjagut të zemrës dhe përpasoj ajo pjesë, domethënë muskujt e zemrës, nëse nuk intervenohet në periudha kohore të shkurtra, që i bie 1 deri në 6 orë, sidomos, edhe më herë edhe më mirë, mundësia që dëmtimi i zemrës të jetë i shpejtur është jo e vogël. Normalisht, tjera sëmundje janë sëmundjet të cilat vijnë si pasojë ndonjë infeksioni, i cili mund të përfshijë edhe muskulin e zemrës dhe edhe ato shoqërohen me problemet e natyrës serioze, sepse pacienti mund të mbijetojë përkohësisht asaj, por më vonë jeta e tij shoqërohet me probleme të përditshme, të cilat e bëjnë edhe më të vështirë, domethënë kalimin e kohës. Sëmundjet tjera kemi sëmundjet valvulore të zemrës, të cilat edhe ato për fat kanë gjetë shumë mirë sot në gjithë botën, përfshirë edhe Kosovën si vend i cili fatmirësisht nuk ka ngecë në zhvillimin e kardiologjisë dhe sot shumicën e rasteve, mos them përmbi 95% të rastet të cilat janë të natyrës serioze kardiake mund të trajtohen edhe në Kosovë. E nevojshme për një shëndet sa më të mirë të zemrës, sipas kardiologut Pazhari, janë ushqimi i shëndetshëm, ecja, pushimi dhe aktiviteti fizik jo i sforcuar.